Shtetet e Bashkuara kanë riafirmuar mbështetjen për Izraelin, për njëkohësisht kanë vendosur kufi të qartë si i përket çdo hap të mundshëm drejt aneksimit të Bregut Perëndimor. Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se veprime të tilla do të shkonin në kundër interesave të stabilitetit në lindjen e mesme dhe do dominonin përpjekjet afatgjata për arritjen e paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Sipas qendrimit amerikan, ruajtja e një Bregu Perëndimor të qëndrueshëm të administruar në mënyrë që të shmangë për shkallëzimin e tensioneve është thelbësore jo vetëm për palestinezët, por edhe për sigurinë e vetë shtetit Izraelit. Washingtoni e konsideron këtë qasje si pjesë e strategjisë për të krijuar kushte reale për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Deklarata u bë vetëm një ditë pasi Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi një paketë mesazh që synojnë thellimin e kontrollit administrativ dhe ligjor mbi Bregun Perëndimor të pushtuar. Vëzhguesit ndërkombëtar theksojnë se këto vendime krijojnë bazën për zgjerimin e mëtejshëm të vendbanimeve izraelite dhe ndryshimin gradual të realitetit në terren. Ministri i Financave Bezalel Smotrich së bashku me ministrin e mbrojtjes Israel Katz njoftuan reforma që përfshin fuqizimin e rregulloreve të vjetra, të cilat prej dekadash ndalonin qytetarët hebrejnë të blinin tokë në Bregun Perëndimor. Heqja e këtyre kufizimeve pritet të sjellë ndryshim të ndjeshëm në strukturën e pronësisë së tokës në territorin palestinez. Po ashtu reformat parashikojnë transferimin e kompetencave për lejet e ndërtimit nga autoritetet lokale palestineze tek institucionet izraelite, përfshirë zona të ndjeshme si pjesë e qytetit të Hebronit. Ky hap shihet si një zgjerim i drejtë për drejtë i kontrollit administrativ izraelit mbi territoret e pushtuara. Vendimet e qeverisë izraelite kanë nxitur reagime të forta ndërkombëtare, njësër shtetesh dhe organizatash i kanë cilësuar ato si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe si pengesë serioze për zgjidhjen mes dy shteteve, e cila prej kohësh konsiderohet si rruga kryesore për paqen në rajon.